Zoti Topi, ju jeni një nga fermerët e rinj që merren me kultivimin e pemtarive, sidomos të nektarinës pjeshk, të kajsisë dhe të kumbullës. Si shikoni prodhimin e këtij viti, pasi ju jeni një nga fermerët që jeni dëmtuar nga një breshër para disa ditëve që ka rënë në zonën e Fjesheganit? Prodhimi i shqyqysh Zotit si vjetë është i mbarë dhe ju uroj punë të mbarë gjithë bashkëfratarëve dhe fermerëve të zonës, kudo që janë. Ne në dëmtoj breshin për fat keq, si që shihni, unë jam në përfundim me thënë drejtën, kam edhe këtë dorën e tretë që i thomi ne. Mirë, dhe çmimet janë të kënaqshme. A keni pas këshilla nga instruktorët e agronomët e Absolutisht, dhe kjo është i gjë që çalon, duhet me se s'bën, se çdo njeri nuk e besoj njeri në botë që mos të dojë të rrinë vatanin e tij, se të gjithë jemi rritur në emigrim me sakrifica, po është gjë e madhe të punosh për vendin tënd, ti je afër njerëzve të tu, pjesë duhet shteti, mirë që nuk të na ndihmoj se s'bën, se ne shqiptarët jemi njerëz punëtor, kemi ndërtuar kudo që kemi vajtur. Sa është investimi që ju keni bërë në investimi? Sa tani rreth 20.000 euro ka shku investimi me instalime, me fidan, me energji elektrike që i kemi sjellë gjitha vetë. Pata dhe largë, fatin e kej do e të thoja, i kam investuar gjitha, me i fjallë jemi kredhur në një rrugë si Klush Bixhos, i bie kjo. Sa është çmimi i pjeshkës sot në treg? Se ju i keni gjithë prodhimi për treg vendas, pasi pjeshka ju është dëmtuar. Pjeshkës time deri më sot që kam shitur unë, e kam shitur me 1.000 lekë të vjetra. I mirë është si çmim, se mu më ra fatkeqësia që më dëmtoj breshi. 1.800-700 varet edhe të malli. Sa përqind dëmtoj breshëri në pemën tuaj? Mbi 50%. Mbi 50% kanë dëmtuar breshi, nuk është ajo vetëm ajo e keqja, puna pemës është si fëmia vogël. Se unë kësaj pemë do t'i shërbej deri mot. Duhet ta vadisim, duhet ta shpërkasim. Lerime, gjëra, kemi shumë investime, shpenzime. A keni marrë se në me investime që keni bërë? Jo, absolutisht. Pse nuk keni marrë? Jam interesuar 2-3 herë në organet përkatëse, po e supozoj unë, thjesht të përcjellin, nuk ka për pemtari, thonë. Se nuk kemi dhe ndjenë edhe kohën, jemi njerëz të punës, që të ndjekim, të kapim një mik, një shok, një gjë. Nuk na jepet mundësia. Si është problemi i fuqisë punëtore të pjesa juaj? Problemi i fuqisë punëtore ka mungesë. Nuk ka fuqi punëtore, pavarësisht se dita punës është e kënaqshme me fjalë për ditën sot, qoftë edhe për këtë fushat, është mungesë në përgjithësi kjo, nuk është vetëm këtu ke ne, se është larguar rinia për fat keq. A do të kishte një thirrje ju për institucionet e shtetit? Thirrja thjesht na ndihmoni, nuk po kërkojmë as vit më ndërtoj shtëpinë shtetit, gjithë njerëzit punëtor punojnë, gjithse kush shef hallin e vet, përpiqet, thjesht një shtysh, një gjë, të na ulin plerat. Janë çmimet stratosferë. Ju prodhimin e pleut që ju i hidhni pemëve tuaj, ju e më thatë që i meni nga shteti grek. Detyrohemi. Dhe pesticidet që ande i meni? Detyrohemi, se ne do lëm punët tona ti ki qoftë edhe një ditë në Greqi, 2 ditë apo 3, të gjej unë, se nuk dim ku të drejtoj. Arebi Lushjes nuk ke pas një lloj këshille, as një lloj jo, mua absolutisht jo, dhe me sa kam diur jo. Mbase ka 2-3 njerëz që kanë për shembull një farë orientimi. Ne përgjësia me sa di unë dhe me sa bisedojmë me bashkëfratarët nuk na drejton njeri. A do të vazhdojnë të merrni me pemtari edhe vitet e ardhshme? Do vazhdojmë, se na pëlqen, më radh parë na pëlqen vendi jonë. Se kemi parë gëzit e ullirit në emigrim, kudo që kemi qenë, kemi vujt, kemi punuar jashtë mase. Dhe mira është të jemi në vendin tonë. Do t'ju faleminderit. Nderuar.